Kur të shkoj me flajt, me lëshu Kuranin me ngu, e lexon një hoxh Kuran, lexon shumë mirë, e lëshon e ngan, a ban me ngu edhe me flajt. A ban kështu me ngu Kuran? Ban o musliman. Është shumë e mirë me ngu Kuran deri sa të pajsh që ta ka mujt gjumi. Kur është që veç tash po flan, atëre nal është më hajër. Po në qofë se të ka zonë gjumi edhe a imami o me të lezu hala Kuran në YouTube, atëre në rregull është, Allah në azhujel në falt, ama në qofë se nal, është më hajër me leja në Allahu të azhujel. Kjo nuk do me thonë që është haram me ngu masit flan, nuk po foli për haram e për halal, po foli prej respektit për librin e Allahu të azhujel, edhe prej pasimit fjales Allahu të azhujel që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kur të lezohet Kurani, përqëndrano, ngane, prej respektit për kësajna, e ngan, sa të shtruni këthjalt, e që po do me zonë gjumi, e nal. Kjo është për të rritën. E që ka me bo me fmi, aja ashtu kështu nuk e menan. Wallahu alem, Allah azhujel në falt, për diri sa jalëshon fmiut, edhe ti e të ngu, atëre nuk ka kurfar problemin ta. Po në qofë se një me fmija përrahatohet me Kuran, edhe po ka qef me flajt, edhe po flan, edhe si t'ja nali qohet, Allah azhujel në fal, po besoj që nuk ka të keqe kur gjanta me leja në Allahu të azhujel, besoj sa i mësohet mendja tina me ngu prej Kuranit, për shkak se prej tina nuk mënesh me lyp që më koncentru me ngu. Ashtu kështu, edhe me kanë qutaj nuk mënesh me lyp prej tina më koncentru. E jona e të rriturve është se na mujna me u koncentru, edhe s'po dojna në të kuptimin, po dojna me flet, atër më hajrë e nalëm me leja në Allahut azza wa jall. Po besoj që ke e qartë me leja në Allahut subhanahu wa ta'ala.